Po, mirëmëngjes, kishe Zotit, si jeni sot? Nuk e di mua për vetëm, më keni munguar, po ta dini edhe çiftet në dorë të sigurt ishin. Okej. Do të shohim sot diçka të veçantë nga fjala, edhe në fakt do të flasim për atë simbol që është simboli më i veçantë në krishtërim, është një simbol i cili është një realitet. Në fakt, sot do të flasim për kryqin. Edhe nuk e di, po ndërkohë që po i lutesha Zotit, sepse Pashka është duke ardhur, pas 2 javësh, atëre na bën mirë që të futemi në atë atmosferën e Pashkës, sepse është ngjarja më e madhe, në fakt, që ka ndodhur në gjithë njerëzimin. Që Jezu Krishti erdhi për një vepër të jashtëzakonshme. Erdhi si ne, vdiqu varos, por ama ai jeton, amen, është i gjallë. Edhe erdhi për të na dhënë jetë, për të na dhënë shpresë. Edhe kryqi, në fakt, sepse është një simbol i jashtëzakonshëm, është, siç thash, nuk është vetëm simbol, është një realitet. Është një realitet sepse transformon jetë njerëzish. Edhe është e rëndësishme që të flasim për kryqin sot, pikërisht sepse duam të fillojmë këtë marshim në Pashkë tani, meqense jemi duke i afruar edhe kohës Pashkës pas 2 javësh. Është e rëndësishme që të mendojmë në lidhje me këtë. Pse? Sepse kryqi transformon jetë, si kundër e thash. Është vendi ku Krishti erdhi edhe e dha veten e tij si një fli për mëkatet tona. Jo vetëm kaq, por është vendi ku ai ishte zvendësimi për ne, që ne të marrim, pra për shkak të mëkatit që ne kishim, ai pagoi pagesën e mëkatit që ne të marrim jetën e përjetshme. Prandaj kryqi ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Jo druri, e kemi parasysh jo druri, jo druri që mbajti Krishti apo që u kryqëzua, por është pikërisht fuqia që gjejmë aty. Le të lexojmë së bashku Gjoni 19, është pasazh vërtet i mrekullueshëm. Thotë atëherë pra, u adorzoi që të kryqëzohej. Kush ishte ky që u adorzoi të kryqëzohej? Pilati, po. Dhe e morën Jezusin dhe e çuan tutje. Dhe ai duke mbartur kryqin e tij, doli në vendin që quhej Kafka, që në hebraisht quhet Golgota, nuk ishte shumë larg Jeruzalemit, ku e kryqëzuan thuat, dhe me 2 të tjerë andej dhe këtej dhe Jezusin në mes. Dhe Pilati shkroi edhe një mbishkrim dhe vuri në kryq dhe ishte shkruar Jezus Nazarea, si mbreti i judejve. Kështu këtë mbishkrim e lexuan shumë nga judejt, sepse vendi ku kryqëzua Jezusi ishte afër qytetit dhe mbishkrimi ishte shkruar në hebraisht, greqisht dhe latinisht. Shikoni çfarë ndodh. Atëherë kryeprefeterinë e judejve i than Pilatit, mos shkruaj mbreti i judejve, por që ai ka thënë, unë jam mbreti i judejve. Pilati u përgjigj, atë që kam shkruar e kam shkruar. Dhe ushtarët mbasi e kryqëzuan Jezusin, morën rrobat e tij dhe bën 4 pjesë, një pjesë për çdo ushtar dhe tunikën, por tunika ishte pa tegel, e endur njësh nga maja e deri në fund. Prandaj ata i thanë njëri tjetrit, le të mos e grisim, por të hedhim short për të kujt i bjerë, që të përmbushej shkrimi që thotë, i ndan mes tyre rrobat e mia dhe hodhën short për tunikën time. Ushtarët pra i bën këto gjëra, por afër kryqit Jezusit, qëndronin nëna e tij dhe motra e nënës së tij, Maria Kleopas dhe Maria Magdalena. Jezusi pra, kur pa nënën e tij dhe pranë saj dishepullin që donte, i tha nënës së tij, o grua, ja biri yt. Pastaj i tha dishepullit, ja nëna jote. Dhe nga ajo orë, dishepulli e mori atë në shtëpinë e vet. Le të lutemi bashkë. Atë faleminderit për këtë mëngjes. Faleminderit Zot për kryqin. O Zot, çfarë peshe që ka në jetën tonë, në zemrat tona. Lutemi që ta përdorësh fjalën tënde si një vegël të fortë brenda nesh që të transformoj jetën tona, Zot. Faleminderit për hirin tënd. Në emrin tënd të çmuar lutem. Amen. Ndoshta sot dikush ka ardhur këtu me një barr mbi supet e tij, ndoshta i lodhur, i shqetësuar, ndoshta i frikësuar, ke frikë. Ndoshta ke pyetje që nuk i ke ndarë me të tjerët. Edhe nuk e marr një përgjigje për ato pyetje. Lajmi i mirë është ky, te kryqi i Krishtit ka fuqi. Te kryqi ka hir, te kryqi i Krishtit ka shpresë. Sikundër e thash, le të futemi së bashku në atmosferën e Pashkës. Edhe është mirë që të përgatisim veten, jo vetëm për ne vetë që të mendojmë pak për veprën e jashtëzakonshme që Zoti ynë bëri në kryq,
por të ftojmë njerëz, është gjë e mirë shumë. Jo vetëm të ftojmë, por të flasim për dëshminë e ringjalljes, për hirin e Perëndis, për veprën e tij të jashtëzakonshme. Shpeshherë kur mbaron predikimi dikush më thot, shiko, sa do doja që dikush ta kishte dëgjuar këtë predikim. Tani sa i takon Pashkës, le të them këtë gjë. Zoti na ka dhënë ne një mrekullinë e komunikimit. Edhe teknologjike është bërë tani sfundi, që është ftesa. Pa menduar shumë, nuk kërkon ndonjë aftësi të veçantë, thjesht ke dikën ndërmend ftoje. Ftoje për datën 5 prill, pra sot 2 javë do të kemi Pashkën. Tani sot dua që të shohim kryqin si një aparat grafie shpirtërore me rrezë X, që depërton brenda nesh dhe na zbulon disa gjëra shumë të rëndësishme. Së pari, kryqi na tregon se kush është Jezusi. Jezusi është i vetmi, pa mëkat që zori vendin ton. Tek Gjoni 19, ashtu si kundër lexuam, atëherë pra u dorëzoi që të kryqëzoi dhe morën Jezusin dhe e çuan tutje. Dhe ai, duke mbartur kryqin e tij, doli në vendin që quhej Kafka, dhe që në hebraisht quhet Golgota. Interesante, ne dim se si ishte historia, apo jo. Pilati e dorëzoi Jezusin. Më në fund, populli bëri një zgjedhje. Dhe zgjedhja ishte që të kryqëzohej Krishti. Dhe ja ku kemi Jezusin, i cili në këtë momente ishte goditur, qelluar përtej çdo imagjinate. Në mënyrë të njerëzore, do ta thosha unë. Edhe i vunë përsipër atë trarin që është horizontal, për ta mbajtur, edhe për të shkuar deri në Golgota. Dhe mendoni që trupi i tij i goditur në mënyrë të tillë ishte e vështirë për të, domethënë që të mbante peshën e atij trau. Edhe në peshën e tij ai pengohej dhe rrëzohej. Atëherë ushtarët romakë ne dim e detyruan një njerëz që quhej Simoni nga Kerena. Edhe ja vun atë trarin mbi supet e atij dhe ndiqte Jezusin ndërkohë drejt Golgotës. Kjo është situata. Në fakt, Gjoni nuk e përshkruan një ngjarje të tillë me Simonin nga Kirena. Sepse çfarë bën Gjoni? Gjoni ka një qëllim, ai përdor fjalë specifike. Ju e dini që tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 20 dhe vargu 31, aty thuhet por këto gjëra janë shkruar që ju të besoni se Jezusi është Krishti, biri i Perëndis dhe që duke besuar të keni jetë në emër të tij. Fjalët e Gjonit janë të numëruara. Ato kanë vetëm një qëllim specifik. Ungjillet e tjera plotësojnë këtë tablo, këtë panoram, se si është zhvilluar kjo ngjarje. Mirë po interesante, Jezusi mbarti, thot. Ja ku e keni. Jezusi mbarti kryqin e tij. Jezusi e mbarti kryqin e tij. Ishte njeri, 100% njeri, që lodhej, i rëndonte pesha, por Jezusi ishte edhe 100% i vendosur. Ju do mendonit Perëndi, po patjetër është, por dua të them këtë që 100% i vendosur, ai ecën drejt kryqit, si ai që e ka zgjedhur misionin. Ai kishte një mision për të kryer. Edhe unë thjesht duhet pyes, kur Zoti të vendos një kryq, një barr, një detyrë, një sakrificë, a ecën me bindje drejt atij vendi? Sepse kjo është një gjë me të vërtetë të mërshme. Tingëllon e tillë edhe është e tillë, por ne shpesh ankohemi për kryqin ton dhe le ta them me humor. Shpeshherë ai nuk është fare kryq. Shpeshherë mund të jetë një çantë e ngarkuar me shumë gjëra që ti del nga supermarketi, edhe është më e rëndë se zakonisht. Këtë e them me humor, por kryqi i Krishtit ishte real. Edhe ai e mori për ne kryqin. Jezusi është qendra e gjithçkaje. Në fakt, në vendin që quhet Golgota thuhet, ku e kryqëzuan dhe me të dy të tjerë, andej dhe këtej, dhe Jezusi në mes. Këtu lexojmë diçka që në pamje të parë duket një detaj i vogël, apo jo? Shikoni me vëmendje. Thuhet Jezusi në mes të dy të tjerëve. Dhe ungjillet e tjerë tregojnë që njëri ishte në të majtë dhe tjetri në të djathtë. Mirë po asnjë prej ungjilleve nuk e thot këtë që thot Gjoni. Edhe ka një arsye pse e thot një gjë të tillë. Jezusi në mes. Ju mund thoni për çfarë kuptimi mund të ketë kjo. Tani ndoshta juve ju sill ndërmend Eksodin 12 apo jo, me arkitraun edhe dy shtalkat e portës që lyheshin me
gjakun e qenjit, apo jo, besoj se kemi parasysh historinë dhe kjo sigurisht që të vjen ndërmend, po kjo është domethënë se në rastin ton kur Gjoni e thotë që Jezusi në mes, do të thotë që edhe në momentin e poshtrimit më të madh, Jezusi mbetet figura qendrore. Ai është kaq i rëndësishëm edhe Gjoni me pak fjalë na drejton syt te Krishti si qendra e skenës. Vërtet, ungjit na tregojnë që ata të dy anash ishin keqbërës. Nuk diskutohet, ungjit flasin për këtë. Mirë po, ishin vjedhës, ishin njerëz në ndënim dhe Gjoni e thekson që Jezusi ishte në mes të tyre, po pse është i rëndësishëm ky detaj? Dini ju që këto 3 kryqe përfaqësojnë edhe gjendjen e njerëzimit? Po. Njerëzimi ndahet në 2 pjesë. Në njerëz që i besojnë Krishtit si ai vjedhës që vendosi që t'i besonte Krishtit, dhe në njerëz që e refuzojnë Jezu Krishtin si ai tjetri. Interesante, dhe Jezusi është në mes. Jezusi është në mes. Ai është qendra e historisë së shpëtimit. Është ndarja midis shpëtimit edhe humbjes. Prandaj vend aty në Golgota tregon diçka. Është ndarja përfundimtare mes shpëtimit dhe humbjes. Çdo njeri në fakt duhet të mbajë një qendrim përpara Krishtit. Do të përballet me Jezu Krishtin. Edhe ja, nuk ka neutralitet përpara tij. Një qendrim do të mbahet përpara Krishtit. Prandaj ky detaj është shumë i rëndësishëm edhe të dy keqbërësit janë prej tij, të dy e shohin Jezusin, të dy dëgjojnë të njëjtat fjalë, por njëri humbet dhe tjetri shpëtohet dhe ndryshimi nuk është largësia nga kryqi. Cili është ndryshimi? Është përgjigjja e zemrës së tyre ndaj Jezusit, është largësia e zemrës së tyre. Isaia profetizoi këtë ngjarje për shembull tek Isaia 53 dhe vargu 12, prandaj do të jap pjesën e tij midis të mëdhenjve dhe ai do të ndaj plaçkën me të fuqishmin, se e ka përfunduar me të fuqishmit sepse e ka përshkruar, përkushtuar jetën e tij deri në vdekje dhe u përfshithot, shikoni, midis keqbërësve. Ai e ka mbajtur mëkatin e shumë vetave dhe ka ndërhyrë në favor të shkelësve. Po. Pali thot nga ana tjetër që ai nuk njoh mëkat. Ai u bë mëkat për ne. Le ta lexojmë atë, sepse ato që nuk njihte mëkat e bëri mëkat për ne, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndis në të. Dhe dini çfarë na mëson kryqi i Krishtit? Na mëson diçka. Në fakt, në këtë panoramë që ne shikojmë në Golgota, Jezusi në mes. Do të thotë që unë dhe ti të mos jemi në mes të gjykimit të Perëndis. Jezusi mori gjykimin e Zotit mbi veten e tij. Ai u bë zvendësuesi ynë. Kjo ka ndodhur rreth viteve 1950, një ngjarje ku një kapiten shumë i njohur i cili bënte linjën Angli edhe Amerikë dëgjon në valët e radios një predikues, një pastor. Edhe kur hynte në valët e këtij transmetimi radiofonik që bëhej nga ana e këtij predikuesi, ky dëgjonte me vëmendje. Edhe një ditë tha, unë do të shkoj të atakoj këtë person, edhe ndalon në Amerikë, në fakt i jepën trenit edhe shkon edhe takon pastorin e kishës. Edhe i thot, ja se kush jam, në fakt ishte njëri shumë i njohur, shumë i Zoti në profesionin e tij. Edhe predikuesi e pyet, i thot, a je i rilindur, a i ke besuar Krishtit si Zot dhe shpëtimtar? Ky i thot, jo, prandaj erdha, sepse unë kam dëgjuar, po dua të di më shumë në lidhje me këtë gjë. Edhe predikuesi çfarë bën? Ai vizaton 3 kryqe. Sikundër e shikoni këtu. Edhe vjedhësi i parë edhe vjedhësi i dytë që janë varur në këto kryqe. Edhe ai shkruan poshtë kryqit, thot, në të. Edhe tek tjetri, në të. Edhe i thot që ishin 2 vjedhës, secili në kryqin e tij, në skenën e Golgotës, jashtë qytetit në Jeruzalem. Edhe ai thot që të 2 këta ishin vjedhës, ishin kusar, edhe kishin mëkat brenda tyre. Kishin mëkat brenda tyre. Edhe jo vetëm që kishin mëkat brenda tyre, po kishin edhe mëkat mbi ta. Kishin mëkat mbi ta dhe i thot, a e kupton ti këtë gjë? Jo, i thot ky, nuk e kuptoj. I thot kapiteni i anijes. Mirë, i thot, a nget ti makinën? Po, ngasi, thot.
Mira ka qelluar që të shkosh me shpejtësi edhe të thyesh rregullat e qarkullimit, po ka ndodhur, i tha ky. Mirë, i tha, po a je fajtor ti për këtë gjë? Po, di që jam fajtor. Po, pra, ja ti ke mëkat, i tha, brenda teje. Ky është kuptimi. Mirë, i tha, a të ka ndaluar ndonjëherë polici? Jo, tha, nuk më ka ndaluar. Mirë, i tha, predikuesi, nëse polici do të kishte ndaluar, do të kishte vënë një flet gjobe për ty, mbi ty. Siç bëjnë policët sot që vënë aty te makina mbi makinë, atë fletën që kur ti afrohesh, thua, okej, dakord. Edhe tha, ashtu edhe vjedhësi kishte mëkat mbi të. Ky mëkat u shfaq, u bëj qartë, që ja ekziston. Edhe ky është një lloj gjykimi për të, sepse duhet të paguaj atë që meriton për shkak të gabimit që ka bërë. A e kupton këtë? Po e kuptoj. Edhe predikuesi tha, kështu edhe Zoti ka dhënë ligjen, librin e ligjit, që t'u bëj të qartë njerëzve që ja ti ke shkelur ligjin e përsosur të Zotit. Edhe për këtë arsye meriton të dënohesh. Po e di çfarë tha ky pastori? Tha, unë ngjaj këtij vjedhësit këtu, tha, që megjithse kisha mëkat brenda meje, edhe mbi mua, unë i besova, tha, Krishtit, veprës që ai bëri, që vdiq, u varos dhe u ringjall për mua. Edhe ai nuk kishte mëkat të vete. Prandaj mund të mbarte mëkatin tim. Edhe mëkati im rambi të. Ishte mbi të. Edhe ai më fali mëkatin, sepse ai erdhi për këtë gjë. Ai erdhi Perëndia në mish, në trajtën e një njeriu që të vdiste për mua, të merrte pagesën e mëkatit mbi të. Pagesën e mëkatit që është në mua dhe mbi mua. Që unë duke i besuar atij të kem jetën e përjetshme. E në fakt, i tha, po ti si cili nga këta të dy vjetësit, unë jam si ai tjetri, tha. Tha ky kapiteni, që nuk i kam besuar jetën tim me Krishtit. Edhe predikuesi i tha, edhe ky që i besoi Krishtit, ai e rrëfeu mëkatin. Sepse ndërkohë që ishin në kryq, në këtë skenë në Golgota, ai tjetri që e tundonte Krishtin, edhe i thoshte shpëto veten dhe ne, kishte mendjen tek shpëtimi fizik. Ndërsa ky tjetri i besoi Krishtit edhe i tha, ti që je në të njëjtin dënim me ne, me mua, ne meritojmë këtë dënim, ndërsa Jezusi nuk ka bërë asgjë që ta meritoj. Po e perifrazoj pakun këtë. Edhe me të vërtet ky kapiteni Anies e kuptoi që nuk ishte një rrugë tjetër për të veç se atë barr që ishte mbi të dhe në të, t'ja hidhte Jezusit. Predikuesi e drejtoi në një moment shpëtimi ku ai rrëfeu mëkatin përpara Zotit. Edhe i besoi Krishtit si Zot dhe shpëtimtar. Është një histori e vërtet kjo. Por e habitshme, sepse edhe ky që i besoi Krishtit, ju e shikoni, nuk kishte mundësi të bënte ndonjë vepër të mirë. Bëri ndonjë vepër të mirë ky? Jo, as u pagëzua madje. S'kishte mundësi që të pagëzohej. E megjithatë si i tha Jezusi atij, sot do t'jesh me mua në parajs. Sa e bukur që është. Që ne shpëtohemi sot që flasim, jo nga veprat tona. Jo nga veprat tona, askush prej nesh. Po për shkak të veprës Krishtit, për shkak të gjakut që ai derdhi në drurin e kryqit. Pagesës që ai pagoi në drurin e kryqit. Prandaj kryqi ka një simbolik shumë më të madhe se sa thjesht një simbol. Ai është një vend transformimi. Ku njerëzit dorëzojnë jetën Jezu Krishtit. Në rast se do t'i besosh atij, do t'i japi mundësi në fund të shërbesës sot, nëse nuk e njeh Krishtin si Zot dhe shpëtimtar, po Jezusi, jo vetëm që është i vetmi pa mëkat, që zuri vendin e botës, po ai është
mbreti që u shpall botës. Shikoni sa interesante është kjo dhe Pilati shkroi edhe një mbishkrim dhe e vun në kryq dhe ishte shkruar Jezus Nazarea si mbreti i judenjve kështu. Këtë mbishkrim e lexuan shumë nga judenjtë, sepse vendi ku kryqëzua Jezusi ishte afër qytetit dhe mbishkrimi ishte shkruar në hebraisht, greqisht dhe latinisht. Çfarë fjalësh? Të mendoni që ishte një kohë pashke. Shumë njerëz mira pelegrin kishin ardhur nga skajet e dheut, mund të them, për të mbledhur në Jeruzalem. Mendoni sa njerëz e panë atë mbishkrim që ju lexoni. Edhe ju mund të thoni çfarë kuptim mund të ketë një gjë e tillë. Ishte një rrugë e populluar, rruga për në Golgot. Shumë njerëz ishin kurioz të dëgjonin për atë njeri, ta shikonin me sytë e tyre. Kishin dëgjuar në fakt, por donin të shikonin me sytë e tyre se çfarë kishte ndodhur me të. Kishin dëgjuar për mrekullitë e tij, për veprat e tij, për gjërat që ai kishte bërë. Edhe shkonin për të lexuar, për të parë dhe lexonin atë mbishkrim. Tani le t'ju them që vënia e një mbishkrimi nuk ishte diçka e pazakontë. Dini çfarë bënin romakët nga ana historike në atë kohë? Ata për njerëzit që kryqëzonin, sepse kryqëzimi ishte diçka e cila ishte rëndom e zakonshme në atë kohë, ishte formuar nga persët si një metodë, me sa di unë, dënimi, por romakët e niveluan në nivelin më të lartë që ekzistonte. Edhe në qoftë se dikush kryqëzoi, atëherë vini një mbishkrim në kryqin ku ai kryqëzoi dhe mbishkrimi tregonte akuzën apo llojin e krimit për cilin ai akuzohej. Shumë në rastin e vjedhësve, megjithëse Bibla nuk na thot, me siguri mund të kishin një tabelë në kryqin e tyre që thuhej kusar ose kriminal apo hajdut apo si mund ta gjykonin ata që e vinin këtë lloj mbishkrimi mbi kryqet romak, edhe këtë gjë atë bënin. Pra vetë mbishkrimi tregonte llojin e krimit apo akuzën që ngrihej për personin i cili dënohej. Edhe për Jezusin ishte një mbishkrim i tillë, edhe ju e lexoni do të flas për këtë gjë, po vetëm Gjoni e përmend, interesante. Prandaj dua të bëj lidhjen këtu. Vetëm Gjoni e përmend. Shikoni sa interesante. Që ky mbishkrim ishte shkruar në 3 gjuhë. Në 3 gjuhë, asnjë nga ungjillet e tjerë nuk e përmend një fakt të tillë. Gjithandej ungjilli i Gjonit, po ta shikoni me vëmendje, gjithmonë i referohet Krishtit si shpëtimtari i të gjithë njerëzve. Qengji Perëndis që heq mëkatin e kujt? Të botës, të gjithëve, jo vetëm të judenjve. Që ai është shpëtimtari i të gjithë njerëzve. Amen? Edhe Gjoni nuk pushon nga fillimi deri në fund të tregojë për dëshminë e Krishtit, që ai erdhi për mëkatin e të gjithë njerëzve, e të gjithë botës. Edhe ky mbishkrim u shkrua në 3 gjuhë, në gjuhën hebraike që ishte gjuha e besimit vërtet dhe e Perëndisë vërtet, u shkrua në gjuhën greke që ishte gjuha e filozofisë, e shkencës, e artit në atë kohë, u shkrua në gjuhën latine që ishte gjuha e ligjit, gjuha e qeverisjes. Edhe këto ishin 3 gjuhët kryesore, por sigurisht që mesazhi ishte përcillte, ose mesazhi ishte shumë i veçantë. Ai kishte le të them një fuqi të jashtëzakonshme. Ju mund të thoni si mund të jetë kjo. Tani le ta lëm për momentin këtu. Që njerëzit shikonin në 3 gjuhë mbishkrimin e Pilatit, që ai kishte shkruar dhe ishte vënë mbi kryqin e Jezusit. Po Zoti çfarë shikonte? Zoti çfarë shikonte mbi atë kryq? Ai shikonte diçka. Zoti shikonte diçka. Ai shikonte fajin ton, mëkatin ton, mbi kryq. Në fakt, kur Zoti pa kryqin, shikoni se çfarë pa ai. Dhe bashkë me të, Perëndia ju dha jetë juve, që ishit të vdekur në mëkate. Dhe në parethprerjen e mishit, duke ju afalur të gjitha mëkatet, duke fshirë dorëshkrimin e porosive. Çfarë është ky dorëshkrim i porosive? Cili?
që ishte kundër nesh dhe ishte kundërshtar dhe e hoqi prej mesit duke e mbërthyer në kryq. Pilati tha, unë për shkak se nuk gjej tek ai asnjë faj, shkroi Jezusi. Jezusi Nazareas, mbreti i Judeve. Çfarë pa Zoti? Ai pa librat që regjistronin mëkatin ton, që na tregonin ja që kemi mëkatuar edhe ja se çfarë mund të bëjmë që të mëkatojmë përsëri. Ai pa librat e ligjit. Në fakt, kur Perëndia pa kryqin, ai pa të gozhduar mëkatin ton mbi Jezusin. Mbi Jezusin. Mbi. Ju kujtohet historia që pam së bashku. Kryqi jo vetëm që zbuloi se kush ishte Jezusi si i vetmi pa mëkat që na zvendçoi, por e dini çfarë tregon kryqi? Ai mbishtrimi ishte shkruar në sa gjuhë? Në 3, lexuam ne. Edhe ai kryq zbuloi. Çfarë zbuloi ai? Që bota e fes, bota e dijes, që bota e pushtetit, e ligjit, gjithë ato gjuhët që unë përmenda, të lexonin të njëjtën gjë, që Jezusi është mbret. Kjo është me të vërtetë e bukur sepse Zoti është sovran, edhe Pilati nuk e kishte iden sa e thellë ishte ajo që shkroi. Megjithëse ai shkroi të vërtetën. Është me të vërtetë e bukur një gjë e tillë sepse padia që ishte kundër nesh u hoq dhe u gozhdua në kryq. Edhe kryqi na thot dy gjëra një herësh. Kryqi na thot që Jezusi është zvendësuesi për mëkatin ton. Që ai është qengji i Perëndis. Po kryqi na zbulon gjithashtu që ai është mbret. Kryqi na zbulon gjithë. Edhe me të vërtetë ne shpesh duam një Jezus që na fal dhe jo gjithmonë një mbret që na sundon. Ne duam një shpëtimtar i cili na fal nga mëkatet, po kur vjen puna tek mbreti, kjo na vështirëson punën sepse çfarë bën ai? Ai është një Zot që na prek krenarin, që na prek agjendën, që na prek drejtimin e jetës. Dhe kryqi nuk na lejon ne që ta ndajmë Jezusin në copa. Ai është njëkohësisht shpëtimtar dhe mbret. Ai është i tillë. Edhe ai erdhi sipas linjës së Abrahamit, Jakobit, Isakut, edhe ja erdhi ndër hebrejt. Interesante, një gjë e tillë. Shpëtimi vjen nga hebrejt, lexojmë tek Gjoni kapitulli 4. Po kryqi jo vetëm na tregon se kush është Jezusi, por kryqi na tregon se kush jemi ne. Unë ju përmenda pak që kryqi shërben si një aparat, le të them grafie, po le ta them edhe kështu si skaner, me reze X që na shikon brenda nesh, shërben si një pasqyrë e zemrës sonë, që na tregon gjendjen e brendshme, na tregon se si jemi ne, cili është reagimi në kryqin përpara kryqit të Krishtit. Edhe sinqerisht, le të shikojmë me vëmendje këto, nuk janë shumë, por janë shumë të rëndësishme. Disa janë fetar dhe refuzojnë të pranojnë mëkatin e tyre. Te vargu 21 thuhet aty kur priftërinjtë e judejve i than Pilatit, mos shkruaj mbreti i judejve, por që ai ka thënë unë jam mbreti i judejve. Këto ishin fjalët e tyre dhe ata shqetësoheshin për formulimin e mbishkrimit. Ata shqetësoheshin se për formulimin e tij, shqetësoheshin se çfarë ishte shkruar aty dhe nuk mendonin për mëkatin e tyre, për problemin që ata kishin. Në fakt, merreshin me formulime, me nuanca, me kontrollin e narrativës, njerëz që analizojnë kryqin, që mund të flasin për fen, ashtu siç mund të jenë edhe në kohën tonë, edhe miqtë tanë apo kolegët tanë apo kudo ku jeni, familjarët tuaj, flasin për fen, flasin për filozofin, flasin për diskutojnë për traditat e tyre, siç do të vi tani Pashka dhe disa prej feve kanë traditat e tyre. Por pyetja është, a pranojnë nevojën për falje? Ashtu si këta drejtues të popullit të Perëndis në atë kohë, kryepriftërinjt, që nuk donin ta lëshonin kontrollin, nuk donin ta pranonin faj, nuk donin të përuleshin. Ata refuzuan ta pranonin mëkatin e tyre. Por kur përballesh me kryqin e Krishtit, cili është vendimi që dikush duhet të marrë,
Kemi këta që e shohin kryqin nga ana intelektuale, që e kuptojnë se çfarë po ndodh, shohin tmerrin nga njëra anë, shohin pasionin e Krishtit nga ana tjetër. Edhe ja ku mendojnë që thonë që janë me mira pelegrin që kalojnë aty dhe lexojnë atë mbishkrim. Edhe ata ishin të shqetësuar për mbishkrimin e atij njeriu, sepse kjo ndoshta vinte në rrezik pushtetin e tyre, autoritetin e tyre, kontrollin e tyre. Edhe i than Pilatit, mos shkruaj mbreti i Judejve, por që ai ka thënë unë jam mbreti i Judejve, dhe Pilati deri në atë moment ishte ngopur me këta njerëz. Nuk duronte dot më. Edhe ai tha, atë që kam shkruar, e kam shkruar. S'keni që bëni, përballuni me këtë fakt. Përballuni me këtë fakt. Jezu Krishti ishte i varur në kryq me mbishkrimin, ky është Jezusi Nazareas, mbreti i Judejve. Edhe sot ka njerëz si këta, domethënë që janë në kurthin e traditave, të pushtetit, të kontrollit, që nuk duan të nënshtrohen Krishtit. Edhe kryqi i Krishtit shërben si një zbules që zemra e njeriu të mund të bëhet fetare pa u penduar. Është një paralajmërim edhe për kishën, edhe për ne sot. Që njeriu mund të jetë afër gjuhës së fesë, përdor fjalë të dhura. Mund të jetë afër aktiviteteve të kishës, afër traditës krishtere, por ende larg Krishtit. Edhe kryqi i Krishtit na zbulon që disa janë fetarë dhe refuzojnë të pranojnë mëkatin e tyre, por disa janë shumë afër të vërtetës, por mbeten indiferentë. Dhe vërtet, figura më tragjike e kësaj ngjarje është Pilati, do ta quaja unë. Ky njeriu te Gjoni kapitulli 19 dhe vargu 22 që ne po lexojmë bashkë, Pilati u përgjigj, atë që kam shkruar, e kam shkruar. Ju kujtohet Pilati që mori Jezusin për t'i bërë disa pyetje, e mbani mend një historinë? Po ju kujtohet gruaja e tij që kishte parë një ëndër dhe i thot Pilatit, "Ore, di si është puna? Mos u merr ti, tha, ç'të duhet ta të merresh me çështjet e këtij të drejtit, tha, mos u përfshi në çështjet e këtij të drejtit." Edhe Pilati mori Jezusin. Edhe duke e ditur se nga ishte Jezusi, që ishte nga Galilea, ai përsëri e pyet, "Po nga je ti?" thot. Si ka mundsi? A mos ndoshta Pilati mendonte që te ky njeri që kishte përpara vetes tij, ky njeri ishte ndryshe nga të tjerët? Nga je ti, domethënë. Mos ndoshta ke ndonjë lidhje hyjnore nga je ti. Edhe kur e pyeti Pilati Jezusin, prapi tha, "Po ç'është e vërteta?" Se Jezusi foli për të vërtetën. Edhe kur e pyeti Jezusin ç'është e vërteta, as nuk priti aty që të merrte përgjigjen e Jezusit, po u largua, pa dëgjuar përgjigjen e Krishtit. Ky Pilati këtu që ne, për cilin ne lexojmë, kishte shkuar me të vërtet shumë larg. Megjithse Orfeu 3 herë thuhet në Bibël, që unë në të nuk gjej asnjë faj. Megjithse kishte shkruar në mbishkrimin e kryqit të Jezusit, jo një mesazh si të shkruaj për akuzën, e cila shërbente si një verifikim i dënimit për fajin që dikush që kurizohej, ai nuk ishte shkruar një akuzë për ndonjë dënim apo krim të Jezusit, por thjesht Jezus Nazareas, i mbreti i Judejve. Interesant. Unë në të nuk gjej asnjë faj 3 herë, edhe nuk ishte edhe një mbishkrim që të mund të akuzonte Krishtin aty në kryq. E maknitshme. Pilati nuk donte të merrej fare me Jezusin, kishte shkuar me të vërtet shumë larg dhe vërtet indiferenca është një mëkat shumë i rrezikshëm. Edhe kur judejt i thanë pse ke shkruar kështu, ai mjaft më tha, për mua kjo punë ka mbaruar, nuk dua t'ja di më. Ai i kishte larë duart në kuptimin e plot të fjalës. Prandaj ka dalë ajo shprehje që ne themi për shkak që i lau duart si Ponc Pilati. Ja, pra kjo është situata. Dhe Pilati është si shumë njerëz sot që vinë në kish, dëgjojnë, lexojnë pak nga Bibla, pastaj shkojnë shumë larg Krishtit, indiferent. Dhe kjo është për të ardhur keq, vazhdojnë të rezistojnë bindjes frymës, fryma e Zotit ka bindur, vazhdojnë të refuzojnë, rezistojnë, largohen, edhe pavarësisht se Pilati ishte njeri i keq. Me të vërtet kam menduar për këtë
përsëri Zoti e përdori këtë njerëz të pashpëtuar, mund të them unë, që ai tu citonte, le ta them kështu, fjalën e Zotit judeve. Ju mund të thoni si është e mundur, po nëse shikoni fjalët e Pilatit, pak janë në Bibël. Po thotë jam mbreti juaj, për shembull. Po patjetër ai është mbret, Zakaria 9 vargu 9, lexojeni se çfarë thotë. Ja njeriu, thuhet tek Gjoni 19. Po ai ishte i tillë. Erdhi si një njeri, Zakaria 6 vargu 12. Tha unë në të nuk gjej asnjë faj. Ashtu është. Ai është qengji i pa tëmet dhe i pa faj. Eksodi 12, ashtu është. Është e vërtet. Ai citonte fjalët e shkrimit për Krisht. A nuk është e makniqme? Një gjë të vërtet të bën të mendosh edhe si Zoti mund të përdorë të pashpëtuarit pikërisht ata që nuk duan të besojnë. Ai është Zot, ai është sovran. Amen? Zoti. Pilati dëgjoi të vërtetën, shkoi shumë larg në fakt. Pa provat, ai madje shpalli Jezusin të pafajshëm, por në fund zgjodhi karrierën, zgjodhi rahatin. Indiferenca është mëkat shumë i rrezikshëm. Me të vërtetë të lë të mendosh si jam kundër Krishtit, por ndërkohë ti thjesht je pa Krishtin. Si jam kundër, po je pa. Pilati ishte afër së vërtetës. Afërsia me të vërtetën nuk shpëton askënd. Vetëm besimi në Krishtin shpëton. Disa e shohin Jezusin vetëm si burim përfitimi. Kjo është një ngjarje që me të vërtetë të bën të mendosh pak. Ju kujtohet si vazhdon historia. Ushtarët mbasi e kryqëzuan Jezusin, morën rrobat e tij dhe bën 4 pjesë thotë, një pjesë për çdo ushtar. Edhe tunikën, po për tunikën ka një fjalë të veçantë për të thënë Bibla, thotë për tunika ishte pa tegel, e endur njësh nga maja deri në fund. Prandaj ata i thanë njëri tjetrit, le të mos e grisim, thotë le të hedhim short për të kujt i bjer, që të përmbushej shkrimi që thotë i ndan midis tyre rrobat e mia dhe hodhën short për tunikën time. Ushtarët pra i bën këto gjëra. Sot njerëzit hedhin zare, ha? Kështu? Ushtarët romak ndaj rrobat e Jezusit dhe hedhin short për tunikën e Jezusit. Kjo është ngjarje që ne po shikojmë së bashku. Për ta, në atë moment Jezusi nuk ishte shpëtimtari i botës. Ishte një rast për argëtim, për përfitim, doja ta thosha, më mirë, për përfitim. Tani, në shekullin e parë, protokolli ishte i tillë kur dikush kryqëzohej. 4 ushtarë dhe 1 centurion mbikëqyrte kryqëzimin. Ky ishte rregulli në atë kohë. Zakonisht ushtarët ndanin rrobat e të dënuarit, njësoj siç është bërë shekuj me radhë nga ushtarët. Edhe ju e dini, për shembull edhe në kohët moderne kjo ndodh, po tani janë pak më të sofistikuar. Po mund të keni lexuar ndoshta histori ku ushtarët, për shembull, sillnin në shtëpi pas luftrave që kishin bërë diçka simbolike që kishin marrë në luftë, ja kishin marrë dikujt, armikut pra, në betejë. E dikush ka sjell për shembull një thik, dikush një orë, dikush një pagure ujë të veçantë, për shembull. Interesante. Të njëjtin gjë bën edhe ushtarët romak kur dikush kryqëzohej, zakonisht ata ndanin rrobat ose ndonjë gjë me vlerë të individit. Dhe ja tani kishin në dorë tunikën e Krishtit, e cila ishte pa qepje thuhet aty. Endur një copë e tëra dhe thanë pse ta grisim këtë rroba, më mirë ta hedhim short. Është e mirë dhe kujt i bër shorti le ta marrë dhe Gjoni na tregon diçka që ata mund ta dinin, por ata nuk e dinin. Dini çfarë po bënin këta ushtarët romak që ishin poshtë kryqit Krishtit? Në fakt, ata po përmbushin shkrimet. Një ndër profecitë e makniqme të fjalës Perëndisë është përshkruar te Psalmi 22. Ai është një psalm i pastër, do të quaja unë mesianik. Le të lexojmë pak nga fillimi, thot Psalmi 22 vargu 1, Perëndia im, pse më ke braktisur? Na sjell ndërmend diçka kjo apo jo? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Në gjuhën aramaike. Perëndia im, pse më ke braktisur? Ofshama e Krishtit mbi drurin e kryqit. Davidi ka shkruar shumë gjëra të cilat do të ilustronin në tipologji atë që i ndodhi Krishtit në kryq. Po le të them diçka të veçantë. Nga Psalmi 22. Shumë gjëra që përshkruen te Psalmi 22 nuk i kanë ndodhur kurrë Davidit.
Ky psalm është një psalm i drejt për drejt, i pastër mesianik, që bën fjalë për profetësit, gjërat që do t'i ndodhin Krishtit në drurin e kryqit. O Perëndia i mund të bërtas ditën, por ti nuk përgjigjesh, dhe natën unë nuk rrinë heshte, megjithatë ti je i shenjti që banon lëvdimet e Izraelit. E tritan kanë pasur besim tek ti, kanë pasur besim tek ti dhe ti ke çliruar. Të klithën ty dhe u çliruan, patën besim tek ti dhe nuk u zgënjyen, por unë jam një krimb dhe jo thjesht dhe jo një njeri. Ju e kuptoni, kur ai u vdiq në drurin e kryqit, u bë mëkat për ne. Si gjarpri i Mojsiut në shkretëtir, një krim, një gjarpër. Ai zuri mëkatin, zuri vendin e një mëkatari në kryq. Interesante simbolika që përdoret, dhe jo një njeri, thot, turpi i njerëzve dhe përçmimi i popullit. Wow, Isaia 53. Tërë ata që më shohin më përqeshin, zgjatin buzën dhe tundin kokën duke thënë, ai ka besuar Zotit, le ta çliroj pra, ta ndihmoj pasi e doj. Kujtohet në kryq apo tundimin që ai psoi në kryq, ndërkohë që krerët e priftërinjve dhe skribët nxisnin turmat që të bërtisnin. Ja ato fjalë që ne lexojmë. Nuk do vazhdoj të lexoj, është ka shumë gjëra aty deri në fund të pasazhit, por në vargun 18, kjo është ajo që po shohim në historinë tonë. Ndajnë midis tyre rrobat e mia dhe hedhin në short tunikën time. Këto fjalë u shkruan 1000 vjet para se Krishti të vdiste në kryq. Nuk u shkruan nga romakët, por nga një mbret në atë kohë që ishte, sa e tham, Davidi, apo? Mendoni pak. A thua se ata 4 ushtarë kishin qenë duke studiuar shkrimet, edhe thonë pastaj që me që shkrimet thonë kështu, hajde t'i plotësojmë? Mendoni që kjo ndodhi, në fakt ata po përmbushnin, nuk e kishin iden, le t'ju a them përgjigje. Por ata po përmbushin profetësinë pa e ditur, një profetësi të jashtëzakonshme. Dini çfarë të trishton, që kryqi i Krishtit na zbulon një kategori njerëzish, që ushtarët nuk shohin mesin në kryq të kryqëzuar, por dikë të zakonshëm, për i cilit mund të përfitojnë edhe gjën më të fundit prej tij. Kjo me të vërtet të bën përshtypje. Ata janë të interesuar për një gjë, çfarë mund të marrim, çfarë mund të përfitojmë. E goditën, e përqeshën, e tallën fillimisht, ja hoqën rrobat, e gozhduan në kryq dhe tani çfarë mund të marrim? Në fund, kjo është me të vërtet e habitshme. Sot bota është e përqendruar tek vetvetja, është egoiste. Çfarë mund të marr unë? A nuk e zbut pak pyetjen për ne? Kjo është natyra njerëzore. A ndjekim ne Jezusin për atë që ai është, apo vetëm për ato që mund të marrim prej tij, sepse ne e shohim Jezusin si mjet shpeshherë. Zot më jep, Zot ma zgjidh, Zot ma rregullon, dhe kur ai s'na jep atë që duam, ne ftohemi. Ftohemi ndaj Zotit. Dhe ky është një fakt. Le ta them me humor, por me prerje të thellë pak. Ka njerëz që duan Jezusin për rrobat. Kur them për rrobat, janë për gjërat e kësaj bote. Jo për mbretërinë. Duan bekime, jo Zotin. Duan dhurata, jo dhuruesin. Është për të ardhur keq edhe. Kryqi na thret mos e përdor Krishtin. Adhuroje Krishtin. Ai erdhi për ty. Bjerë te këmbët e kryqit. Rrofem mëkatin tënd, edhe kuptoj që Jezusi nuk është aty në kryq. Ne e dimë përfundimin e historisë. Amen. Po janë një kategori tjetër njerëzish që na zbulon kryqi i Krishtit. Disa ndjekin Jezusin me besnikëri pavarësisht nga rrethanat. Kjo është me të vërtetë e mrekullueshme, por njëkohësisht edhe turpëruese. Shikoni, afër kryqit të Jezusit që ndronin nëna e tij dhe motra e nënës tij, Maria e Kleopas dhe Maria Magdalena. Dini, ishin të paktën 4 gra aty te këmbët e kryqit të Jezusit. Dhe ishte një dishepull. Kush ishte ai? Gjoni. Jeni të sigurt? Po, ai ishte. Kur them jeni të sigurt, do të thotë që fjala e Zotit na i thot këto gjëra. Një natë pare se të merrej Krishti, dishepujt ishin me të, apo ju e dini.
Po kur ai u arrestua, çfarë ndodhi me dishepujt? Çfarë? Si ta bëjmë më mirë jo. Ja krisën vrapit. Jo të gjithë, fakt ishin dy që ndiqnin nga larg, thuhet në fjalën e Zotit. Cilët ishin ata? Gjoni dhe Pjetri. Madje ne dimë se çfarë ndodhi me Pjetrin, ne dim apo jo? Pjetri. Aq bëri Pjetri. Pa i që do të them është kjo që të paktën 4 gra dhe një dishepull. Fakt, Luka 8 na tregon edhe emrat e grave, për shembull disa grave që vërtet ishin dishepull, mund të them të Krishtit me jetën e tyre. Edhe ndihmonin dhe fizikisht nga ana materiale. Interesante. Po, ata burrat fort dhe trima, ku ishin? Ku ishin ata? Ata që i thoshin Jezusi që do të ndjekim ty, do të jemi pastaj edhe vendosin që ta ndiqnin Krishtin. Disa njerëz ndjekin Jezusin me besnikëri, pavarësisht nga rrethanat. Pavarësisht nga rrethanat. Besnikëria vërtet jo gjithmonë bën zhurmë. Jo gjithmonë ka shumë fjalë, nuk ka shfaqje shpeshherë. Besnikëria vërtet thjesht qëndron. Besnikëria vërtet nuk largohet. Ndjek. Deri në fund. Në fakt, kryqi na zbulon se ka njerëz që ndjekin Jezusin me besnikëri pavarësisht nga rrethanat, pavarësisht nga rreziku, pavarësisht nga dhimbja. Dhe ndoshta sot disa për ju mund ndjeni të dobët, të vegjël, ndoshta, të padukshëm, të nënvlerësuar. Por Zoti sheh besnikërinë që qëndron pranë kryqit. Zoti e shikon. Njerëzit mund të mos e vënë, por Zoti e shikon. Disa të tjerë gjen një familje të re në Krishtin. Tani, ja, jemi gati në fund, po shikoni tek vargjet 26-27. Jezusi pra, kur pa nënën e tij dhe pranë saj dishepullin që donte, kush ishte ky? Gjoni. Tani, pse flet në veten e tretë Gjoni, se Gjoni e ka shkruar, ishte zakon në atë ditë, në ato kohë, ku një njeri, domethënë, që shkruante të mos e përmendte veten drejt për së drejti, se tingëllonte si një lloj krenarie për shembull, por përdorte veten e tretë. Sot është e kundërta. Njerëzit që flasin për veten e tyre kur janë prezent, flasin në veten e tretë kur ai është prezent, është krenari e madhe. Po thuaj unë jam këtu. Jo po, se Landi, po ti ishte Landi e kështu me radhë, për shumë do flisja për vete. Kujdes me të shprehurit. I përkor në prezantimin e vetes. Ta di emrin ai, mos e përmend. Për veten tënde. Nëse nuk të njeh, prezantohu. Thuaj që jam filani. Edhe mbaro aty. Mos ja përmend 10 herë brenda një minutë emrin tënd. Ky as emrin e vet nuk përmendi në këtë rast. Dishepulli që Jezusi donte pa diskutim. Ishte veçantë Gjoni, kishte një zemër të jashtëzakonshme, po çfarë na mëson, na zbulon kryqi që disa njerëz gjejnë një familje të re në Krishtin dhe shumica e ka gjetur në këtë sallë që jeni këtu. Ka dhe të tjerë që nuk janë sot midis nesh, diku janë, por e kanë gjetur familjen në Krishtin, e lavdi Zotit. Disa për ju mund të keni ardhur nga kushte familjare tepër të vështira, ndoshta të dhunshme, dhe keni gjetur një familje të re në Krishtin, sepse te kryqi i Krishtit disa gjejnë një familje të re në Krishtin, është me të vërtet e manicet. Tani, shikoni këtu, për kë bëhet fjalë këtu? Bëhet fjalë për Marina, po jo. Jezusi i thot, o grua, interesant. Marisa, thua, në kryq ishte dikush i cili kishte një rol të shenjtë, edhe kështu ishte në fakt. Ai ishte biri i Perëndis. Po, shpeshherë, ata që i ngren kult Maris edhe ka fe
në botë që i ngrenë kult Marisë, e shfrytëzojnë si këtë varg, për shumë, për ta quajtur Marinë si nëna e universit. Interesante. Në fakt nuk është kështu, nuk është e vërtet kjo gjë. Keni kujdes. Po ka edhe të tjerë, le t'ju them ekstremin tjetër, që nuk kanë një prejardhje katolike, për shembull, të cilët e anashkalojnë Marinë edhe kalojnë deri aty sa ta përbuzin Marinë. Shkojnë në ekstremin tjetër. Kujdes, Maria është një person vërtet shumë i veçantë. Shumë i veçantë në fjalën e Zotit. Nuk e pse ta bësh as njërën, as tjetrën. Sa shumë vuajti ajo? Ishte një nënë e dashur, apo jo? Si person, si një nënë, nuk diskutohet. Kështu që mos u merr me Marinë. As ta glorifikosh, pas ta nënvlerësosh, sepse dikush tjetër e glorifikon. Mos e bëj një gjë të tillë. Po ju kujtohet Jezusit e Luka 2, ai u paraqit në tempull kur ishte 8 ditësh, kush e çoi në tempull? Maria. Edhe aty ishte një njeri që për cilin Bibla flet që ishte i mbushur me frymën e shenjtë, që i quhej Simeon, ë? Ju kujtohet Simeoni? Te Luka 2 vargu 25, nuk e kam aty, po thjesht po e lexoj. Ja, në Jeruzalem ishte një njeri që quhej Simeon. Ky njeri ishte i drejtë, i devotshëm, priste ngushëllimin e Izraelit dhe fryma e shenjtë ishte mbi të, thotë. Nuk thotë ishte në të, ë? Kur Jezusi do të kryqëzoj, do varrose do ringjallej, pastaj fryma e shenjtë do të zinte vend ku? Në brenda besimtarit. Fjalët e Biblës. Sa të rëndësishme janë. Edhe vazhdon dhe thotë në vargun 34-35, dhe Simeoni i bekoi dhe i tha Maris, nënës së tij. Shikoni çfarë i tha Simeoni. Luka 2, 34 thotë, ja ky është vënë për rënien dhe për ngritjen e shumë vedhave në Izrael, dhe për të qenë shenjë e të folurit kundër. Dhe në vargun 35 shikoni çfarë i thotë Maris. Simeoni i thotë, edhe ty vetë një shpat do të ta të i shpoj shpirtin, që të zbulohen mendimet e shumë zemrave. Që nga momenti që Maria çoi foshnjën në tempull. 8 ditësh, mendoni pak. Ajo dëgjoi një profeci për veten e saj. Wow! Shikoni që sa e dhimbshme është për një nënë që të humb birin e saj. Ajo ishte aty poshtë kryqit. Dhe shikon atë person të cilin ajo e kishte përkëdhelur. Kishte arritur. Kishte ushqyer. Edhe ai është në drurin e kryqit përpara saj. I dënuar çnjerëzisht. Një shpat i përshkonte shpirtin e saj. Si mendoni, a do kishte qenë e lehtë për Marinë? Ndërkohë që qëndronte poshtë kryqit? Çfarë mund të kishte menduar ajo? Çfarë mund të kishte menduar Maria? Dhe gjëja e fundit që bën Jezusi është kjo. Pa nënën e tij dhe pranë saj dishepullin që donte, i tha nënës tij, o grua, ja biri jot. Për kë i thot? Për Gjonin. Pastaj i tha dishepullit, ja nëna jota. Dhe nga ajo orë, dishepulli e mori atë në shtëpinë e vet. Tani, Jezusi na edhe në ato momente, atë që bën me ndërgjegje të plot. Të jeni të sigurt. Gjëja e fundit që ai ishte, që ai bëri, ishte që t'i jepte nënës së tij një familje të re. Ju mund thoni çfarë po thua. Ne dim që Jezusi kishte 4 vëllezër, thuhet Marku kapitulli, i di dikush? Marku kapitulli 6? 6. Edhe shumë motra mund ta lexoni atë. Jezusi. Por dim që ata ende nuk ishin, le ta them, nuk ishin besimtarë. Më pas shohim që ishte një ndër vëllezërit e Jezusit që quhej Jakob. Çfarë ndodhi me të? I besoi Krishtit.
edhe ai përshkruhet tek letra e parë e Korintësve, kapitulli 15 përmendet Jakobi aty, përmendet edhe libri i Veprave të Apostujve, nëse lexoni me vëmendje. Interesante. Por ata nuk ishin besimtarë. Dini çfarë mësojmë nga kjo, dhe ky është thelbi, në Krishtin ne gjejmë një marrëdhënie dhe një familje që shpesh herë është më e fortë se sa marrëdhënia në një familje fizike sipas mishit. Pra me të njëjtin gjak. Besoj se e kuptoni për çfarë kam fjalën. Në vend që ta linte nënën e tij dhe në kujdesin e njërit ose të shumë prej vëllezërve të tij, ai la Marinën në kujdesin e njërit prej apostujve, Gjonit, i vetmit dëshmitar okular që ne shohim aty kur ishte Jezusi në kryq, deri te kryqëzimi i Krishtit. Edhe për disa prej jush kjo është shumë personale, unë nuk e di, po mund të jetë vërtet për ty, ndoshta vjen nga një familje e thyer, ndoshta vjen nga një marrëdhënie e vështirë, nga plagë të thella, nga mungesë dashurie. Nuk e di se si është situata jote sot. Ndoshta nga refuzim, ndoshta nga përbuzje, përçmim, nga vetmi, por në Krishtin Zoti jep njeriu një familje shpirtërore. Tani, kjo nuk e zvendçon familjen biologjike, unë e thash, ka 2 lloj familjesh në këtë botë, por shpeshherë bëhet një marrëdhënie aq e thellë, aq e shenjtë, aq e fortë, sa që kur gjithçka tjetër mund të lëkundet, ajo të mban. Familje e tillë është. Prandaj kisha nuk është vetëm vendi ku dëgjojmë predikime, po është familja që Krishti formon rreth kryqit. Dhe sfundi janë disa pyetje, do ta mbyll me këtë. Çfarë duhet të ndryshoj tek ne? Në cilin kategori e gjen veten? Nga ata që e shohin kryqin, por nuk e pranojnë mëkatin si punë e krerëve të prifërinëve? A jemi nga ata që reagojmë si Pilati, afër të vërtetës, por indiferent, edhe pa e besuar të vërtetën? Apo jemi si ushtarët që e shohin Jezusin vetëm për atë që mund të marrin prej tij? Zot, më bëj këtë, më ndihmo për këtë gjë, për atë gjë, edhe vetëm kaq, edhe vetëm duan të jemi marrës, edhe nuk dëshmon jeta jonë për Krishtin. Që të jemi mirënjohës për dhuratën që Zoti na ka dhënë, që është për çdo dhuratë tjetër. Apo jemi nga ata që duan të qëndrojnë me besnikëri pranë Krishtit, pavarësisht rrethanave? A jemi ne nga ata që kemi gjetur një familje të re në Krishtin? Edhe le të ulim kokën gjithë. Unë kam disa pyetje, do ta mbyll me këtë gjë. Pyetja është kjo: çfarë do Krishti që të ndryshojë përmes kryqit të tij? Ndoshta krenarin, ndoshta indiferencën, ndoshta egoizmin, ndoshta mungesën e besnikërisë, ndoshta ftohtësinë ndaj kishës si familje? Ai ftohtë ndaj kishës, ndaj vëllezërve, ndaj motrave? Kush je ti sot para kryqit? Nëse je si ata krerët e prifërinjve, pendohu. Nëse je si Pilati, mos e shty vendimin. Nëse je si ushtarët, mos e përdor Jezusin, besoja atë. Nëse je si Gjoni dhe si ato gra në këmbët e kryqit, qëndro pranë dhe bëu pjesë e familjes së Zotit. Dhe si kish 2 javë para Pashkës, le të mbushim zemrat me kryqin dhe duart me ftesa. Jezusi dëshiron ta transformojë jetën tonë. Kjo është mrekullia e kryqit. Nuk është fe, nuk është ceremonia por rit, por është ajo që na ndryshon. E dini çfarë do të kërkoja? Kalo kohë, ndoshta çdo ditë këtë javë, duke lexuar me lutje përveç leximit të Biblës edhe Gjoni 19. Mos e lejo kryqin që të bëhet diçka e zakonshme për ty. Vlerësoje. Së dyti, falëndero Krishtin në mënyrë konkrete për atë që mori mbi vete në vendin tënd. Mos fol për kryqin vetëm në mënyrë të përgjithshme. Sillet e jeta jote. Çdo ditë. Së treti, trajtoje kishën si familje. Mos e trajto veten si vizitor, por si pjesë e familjes. Duaje familjen, mbaj barrat e tjerë. Afrohu, shërbe. Dhe së katërti, lutu të paktën për 3 veta që të jenë ditën e Pashkës këtu, pas 2 javësh. Ndoshta do të ftosh 1, ndoshta do të ftosh 2, ndoshta 3, ndoshta më shumë, nuk e di. Por nëse ky mesazh është kaq i mirë, sa themi
Le ta dëgjojnë dhe të tjerët. Le ta dëgjojnë dhe të tjerët. Pyet e vetëm, çfarë do Zotit unë të ndryshoj përmes kryqit? Ndoshta ke një mëkat edhe se ke çuar te këmbët e kryqit. Ndoshta thua që unë po e mbaj kryqin. Po e mban kryqin? Po pyetja ime është, a e ke kryqëzuar veten? Ndaj mëkatit, ndaj pasioneve mëkatare. Kryqi më tregon se kush është Jezusi, ai është i pafajshmi, ai është mbreti, ai është zvendësuesi im. Kryqi më tregon kush jam unë. Zemra ime zbulohet nga mënyra si reagoj ndaj Krishtit. Kryqi më thret të përgjigjem, të besoj, të pendohem, të qëndroj besnik, të jetoj si pjesë e familjes Krishtit dhe të ftoj të tjerë te Jezusi. Nëse Zoti ka folur sot, lutem, mendohu pak për veten. Nëse është hera e parë që je këtu sot, midis nesh, Krishti erdhi dhe vdiq në kryq për ty. Kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Nëse je këtu edhe kuptove që Jezusi është i pamëkat, është i drejti, ai erdhi me një mision që të shpëtonte ty nga mëkati, nga ferri, nga dënimi i përjetshëm. A mund t'i kërkosh sot Jezusit falje, ti besosh atij që ai erdhi për ty, zuri vendin tënd edhe vdiq në vendin tënd, që ti, duke i besuar atij, të kesh jetën e përjetshme? Nëse është hera e parë për ty sot, a mund t'i lutesh atij, kërkoj atij, thirrë emrin e tij, thuaj, Zoti Jezus, thuaj vetë me veten tënde. Zoti Jezus, faleminderit që ti erdhe në tokë, edhe vdiqe në kryq për mëkatin tim. Më fal Zot sepse unë jam mëkatar. Unë hap zemrën time sot dhe të pranoj ty si shpëtimtarin dhe Zotin e jetës time. Unë të rrëfej ty si Zotin e jetës time, Zot. Jezus. Më shpëto nga mëkati dhe nga dënimi i përjetshëm. Faleminderit për dhuratën e përjetësisë, të jetës, dhuratën e jetës. Më ndrysho, Zot Jezus. Dua të rritem për të shërbyer ty, Zot. Në emrin tënd lutem. Amen. Mirë. Lavdi Zotit për kohën, nëse sot i besove Krishtit, i kërkove atij falje për mëkatin tënd, të lutem thuaj personit që ke pranë, ose atij që të ka ftuar. Do të ishte mirë ta rrëfeje, nëse ti i ke besuar Krishtit sot, me gjithë zemër. Për ne të tjerët, mirë është të mendojmë pak çfarë ka bërë Zoti për ne, dhe që jeta jonë ka një qëllim, që ne të shpallim veprën e tij, sa e madhe që është. Kemi ca ftesa, nuk kemi shumë këtë herë, po do të kemi të mërkurën të dielën tjetër, se sot 2 javë është Pashka. Po merri këto, kemi dhe mrekullinë teknologjike që unë përmenda. Mund të përdorni dhe atë, do të jetë së shpejti edhe digjitale që mund ta fusnin punë, ftojmë njerëz. Është bekim. Është bekim. Po më tepër se sa thjesht një shërbes, le të kujtojmë që Zoti ynë erdhi për ne. Që ne ta shpallim atë gjithmonë, jo vetëm një ditë, çdo ditë. Edhe të jetojmë për të, ta bekojmë atë. Koha e ardhjes tij është afër. Erdhi një herë, vdiq, u varos u ringjall, po ai do të vijë si një mbret, sepse ai është mbreti i mbretërve, na thuhet e zbulesa. Jo thjesht mbreti i udhënve që pam sot, ai është mbreti i mbretërve, thuhet e zbulesa 19. Ai është mbret mbi të gjithë. Le të rrëfejmë emrin e mbretit. Emri i tij është Jezus Krisht. Çohemi ta adhurojmë Zotin.